Dje nga ora 17:20 deri në orën 18:45 në autostradën Tetov-Gostivar, në pikpagesën rrugore Gostivar dhe në autostradën Tetov-Shkup, në pikpagesën rrugore Zhelin, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor Tetov dhe Departamentin e Policisë për siguri në komunikacionin rrugor Gostivar kanë privuar nga liria personat NN 55 vjeç nga Gostivari, AA 54 vjeç nga Ohri dhe LS 35 vjeç nga fshati Kopaqindolli i Tetovës. Personi NN ka qenë duke drejtuar automjetin e pasagjerëve Volkswagen Passat me targa të Gostivarit me shpejtësi 174 km/h, në vend ku shpejtësia e lejuar maksimale është 80 km/h. AA ka qenë duke drejtuar automjetin e udhëtarëve Mercedes me targa të Ohrit me shpejtësi 161 km/h, në vend ku lejohet shpejtësia 80 km/h, ndërsa LS ka qenë duke drejtuar veturën e udhëtarëve BMW me targa të Tetovës me shpejtësi 174 km/h, në një vend ku shpejtësia maksimale me shenjë të komunikacionit është 100 km/h. Në konsultim me prokurorët publik nga prokuroritë themelore publike Tetov dhe Gostivar, ata janë mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rasteve, kundër tyre do të ngrihet kallëzim nga neni 297A i kodit penal, drejtimi i automjetit në mënyrë të pakujdesshme.